Mirë, do të vijmë tani me një bisedë, sigurisht të ngjarje do ta kemi në vëmendje gjatorëve në vazhdim edhe me lidhje me kolegët tanë për të mësuar të rejat më të fundit, por do të flasim tani për politikë, fokusohemi tek takimi që zhvilluar një ditë më parë nga kandidati i pavarur që mbështetet nga opozita për Bashkinë e Tiranës Florian Bina, i cili ka zhvilluar një takim me koordinatorët e opozitës. Kjo do të jetë në fokus të bisedës, por jo vetëm kaq. Do të flasim për zgjedhjet. Unë kam të ftuar në studio pedagogun, analist i zhvillimeve politike, pse jo? Në fakt, shumë dimensional, ka qenë gjithmonë Ermal Hasimi. Një jetë kemi, do t'i provojmë gjitha nga pak. Faleminderit që jeni aty si ne. Shumë, por këtë herë po shfaqeni edhe si pjesë e politikës së ditës, përderisa ju kemi parë në takimin e djeshëm që Florian Bina i ka zhvilluar me përfaqësues të partive opozitare. Tani fillimisht që të sqaroni edhe pozicionin tuaj. Ishit thjesht si Ermal Hasimja, si një aktivist. Po, si shok i Florit. Si shok. Jeni shok? Jemi njohur para një 10 vjetësh në fakt nëpër ca sporte ekstreme në jug të Shqipërisë. Dhe aty kemi pas njohjen e parë. Jo, mbasi u formalizua kjo çështja e kandidaturës, Flori më thirrri në telefon dhe më tha do kisha qejf që ma ndihmoje dhe kështu që natyrisht për aq kohë sa me atë njohje që kam dhe me respektin vlerësimin që kam dhe duke pas parasysh që pavarësisht kandidatëve të shumt që ishin aty 4-5 kryesorë, domethënë që besoj që kemi pas të njëjtat ide, të njëjtat objektiva për Tiranën, kështu që cili ishte qëllimi i këtij takimi? Çfarë mesazhesh u përcollo, nëse ka patur? Unë arrita pak më vonë, aty nuk isha që në fillim me thënë vërtetën, por ajo që kuptova si objektiv takimit ishte në radhë parë shpallja konkrete e gatishmërisë partive politike për të mbështetur fushatën. Tani do duhet strukturohet, të ndahen punët e tjera, por ky është hapi i parë, se është një hap i parë organizativ. Është edhe deklarativ, natyrisht, një lloj rifreskimi i shpalljes vullnetit për të mbështetur një kandidat pavarur dhe kjo ishte ajo kryesorja. Tani duke filluar që sot, nesër, pas nesër, fillon puna. Keni një rol konkret në fushatën apo edhe në programin e Florian Binait? Nëse është caktuar? Gjatë një fushate ka shumë gjëra për të bërë. Unë ndoshta me modesti, për aq sa mund të kontriboj, se kuptohet ka plot persona të tjerë, po me modesti mendoj që pjesa ku mund të kontribuoj më tepër është ajo pjesa e programit, e strategjisë. Këto janë ato momente ku besoj nëse që të kërkohet, padyshim që do ta jepni. Më është kërkuar dhe kam thënë po. Dhe me kënaqësi madje. Me shumë kënaqësi. Në fakt, emri juaj Ermal u lakua së bashku edhe me dy emra të tjerë, Florian Haçkaj dhe Edlira Çepani, si kandidat të mundshëm të propozuar nga disa parti opozitare, por më pas mbështetja ishte për Florian Binaj dhe tashmë ju si një kandidat i përfolur mbështesni ato që konsiderohet mikun tuaj prej 10 vitesh. Thjesht miqësi, se do thonë njerëzit, po ky u lakua vetë si emër dhe tani mbështet Florian Binaj. Më duket se ka një lloj çudie këtu, është diçka normale. Do thonë, ky proces i kandidimit vinte mbi bazën e disa nevojave të caktuara, vinte në një kontekst caktuar. Nuk ishin kandidat që po dilnin për çfarë do lloj mbështetje politike. Ishin kandidat që supozohet që kishin disa gjëra të përbashkëta me objektivat e opozitës, prandaj dhe është e natyrshme që opozita t'i mbështeste, dhe kjo ishte e qartë. Nëse do të hapej gara për kandidat supozojmë në gjirin e Partisë Socialiste, unë natyrisht nuk do isha kandidat, po besoj as 3 të tjerët. Kështu që në këtë lloj konteksti të dhënat kryesore janë aty, njihen edhe dihen. Dhe për mua është normale, kuptoj që pra sa unë kam disa objektiva të përbashkëta, disa vlera të përbashkëta, disa besime të përbashkëta për Tiranën. Pra sa nuk kemi dakord me mënyrën se Tirana është qeverisur, strukturuar, ndërtuar, shkatëruar gjatë gjithë këtyre viteve, është normale që unë të jap një kontribut timin me qënëse më shkërkuar, se mund të mos më kërkuar. Për te misis 10 vjeçare, çfarë ju binte Florian Binaj si kandidat për Bashkinë e Tiranës? Që është një figurë e njohur, kjo nuk diskutohet. Që është popullor, i dashur, karizmatik dhe kjo nuk diskutohet. Është i njohur në botën e artit, të spektakleve, të humorit, si aktivist patjetër, por jo si nga politika apo dhe nga administrata. Kështu që Dakor, pa asun s'kam qenë, edhe unë isha kandidat, pa asun s'kam qenë ndonjëherë politikan.